Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Republika e Kosovës shënon 18 dhjetorin e pavarësisë. Presidenti Vjosa Osmani, kryetari i Kuvendit Albulena Axhiu, kryeministri Albin Kurti, bashkë me personalitetet të tjera morën pjesë në ceremoninë e ngritjes së flamurit të Republikës Kosovës. Më 17 shkurt 2008 Kuvendi i Kosovës shpalli pavarësinë. Një mbledhje të jashtëzakonshme ku merrnin pjesë 109 nga gjithsej 120 deputet. Kuvendi i Kosovës një zëri shpalli Kosovën, shtet të pavarur, sovran dhe demokratik. Më 22 korrik të vitit 2010 gjykata ndërkombëtare e drejtësisë përmes një vendimi këshilldënës rikonfirmoi se deklarata e pavarësisë së Kosovës nuk ka shkelur asnjë nen të ligjit ndërkombëtar. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani uroi qytetarët në 18 dhjetorin e pavarësisë. Pas ceremonisë së ngritjes së flamurit, Osmani tha se Kosova hyn në moshën e pjekurisë dhe në të njëjtën kohë bëhemi bashkë për të përkujtuar të gjithë ata që sakrifikuan gjithçka që ne sot ta gëzojmë shtetin. Natyrisht që sakrifica për të arritur deri këtu ka qenë shekullore. Shpesh herë ne fokusohemi tek vitet e fundit, tek vitet e 80-ta, 90-ta, por në fakt kanë qenë breza të tërë që kanë dhënë gjithçka në mënyrë që sot ne ta gëzojmë shtetin e pavarur të Kosovës. Shprehim respektin më të thellë për të gjithë që kontribuan, shprehim respektin më të thellë për rrugën, vizionin dhe kontributin e presidentit ton historik, atit themeltar dhe arkitektit të pavarësisë së Kosovës, Dr. Ibrahim Rugova. Me rastin e 18 dhjetorit të pavarësisë, kryeministri Albin Kurti kujton se liria që sot e 18 vjet gëzon Kosova është rezultati shumë brezave të veprimtarëve që sakrifikuan gjithçka. Sot festojmë, por njëkohësisht edhe nderojmë rezistencën paqësore, kryengritjet armatosura, të cilat kulmuan me luftën e drejtë të ushtrisë qytetare të Kosovës. Gëzuar pavarësia 18 vjetori dhe kremtofshim të gjithë bashkë për jetën më. Kryetaria e Kuvendit e Kosovës Albulena Axhiu në këtë 18 dhjetor tha se pavarësinë nderojnë duke punuar me institucione funksionale të cilat punojnë me integritet dhe profesionalizëm. Pas ngritjes së flamurit në një ceremoni, Axhiu nënvizoi se liria kërkon angazhim të përditshëm. Sot, por edhe çdo ditë tjetër, kujtojmë me nderim dhe respekt të gjithë ata që dhanë jetën e tyre për pavarësinë që sot ne e gëzojmë, pra dëshmorët e kombit dhe martirët. Por po ashtu sot nderojmë edhe figurat e larta që kontribuan në rrethana dhe në periudha të ndryshme për çlirimin, për lirinë dhe për pavarësinë e Republikës së Kosovës. Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj uron për 18 dhjetorin e pavarësisë së Kosovës duke vlerësuar arritjet e saj në këtë moment të rëndësishëm. Begaj shpreh përuljen dhe mirënjohjen për të gjithë ata që kontribuan në lirinë, si dhe ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Perëndimit për mbështetjen e palëkundur. Në këtë 18 dhjetor, Kosova është më e fortë me institucione demokratike të konsoliduara dhe me më shumë njohje ndërkombëtare, shkruan presidenti i Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.